Mirë se vini në hapësirën ku krye fjalë janë tingujt, ku çdo cep grimer ngjyra. E ndalim pak ritmin e shpejtë të javës dhe le ta lëmë veten të lirë përpara muzikës, e cila është pjesë e ADN son. Hashtagu BeMagic na fton në javën e 6 të konkurimit në Kënga Magjike 2025. Mes shumë motove dhe sloganeve, zgjodhëm BeMagic, për të thënë se magjia e muzikës është universale. Ajo nuk njeh dallime gjinore, nuk bën diferenca race, krahine apo mendësie. Këtu të gjithë kemi vendin ton, ashtu siç rrymat e ndryshme muzikore që prezantohen në Kënga Magjike. Kjo javë do të ketë shumë diversitet muzikor, sepse do t'i dëgjojmë të gjitha, por përpara se të prezantojmë artistët e sotëm, le të kujtojmë edhe një herë këngët e javës së 5. Nga kategoria Big Inis Neziri me këngën Në krahët e dikujt tjetër. Frank Ibrahimi, Ma thuaj pse. Niki Zaimi, Pasion. Manjola në Albani me këngën Jetoj. Ja dhe Ergita Prahja me këngën Zoma. Është Ermal Demiri, Për ty e për mu. Lina Demiri, Në mes të shiut. Artjola Topi me këngën Koha. Dhe Silvana Rusi me këngën Ja ku jam. Dhe vim të kjava 6. E përbashkët e këngëtarëve Big sot është se të tre kanë jetuar prej një viti me emocionit e edicionit kaluar. Të tre janë karakterit të ndryshëm dhe secili përfaqëson nga një ndjesi. Jemi gati për pak muzik? Atëherë do ta shkri Akullin një zbulim i shkollës Mampoti, që nga audicioni i parë, tek provat dhe performancat, nga pjesëmarrja e parë në Kënga Magjike 2024 e deri tani, në këtë skenë po ndërton identitetin e saj artistik. Sot do të na çojë në një prall, Iris Sula. Po mirë se erdhe. Mirë se ju. Opa. Po ç'ne me këtë kukull? Kjo kukull është një ndër kujtime vetmia të fëmijërisë. Më duk sikur po vinte në një këngëtare nga Gjeniu i vogël tani me një kukull në dorë dhe do këndonte. Mirë. Iris, cili është kujtimi më i bukur dhe më i trisht nga fëmijëria jote? Mund të them që një ndër kujtimet më të bukura është kur jam gjitur në skenë dhe kam parë njerëz të ngrihen edhe të duart të kasin në këmbë për mua. Ky është, le të themi, kujtimi më i bukur. Po i trisht? Kujtimi më i trisht është kur kam parë mamin tim jo mirë. Ky është kujtimi më i trisht. Tani si është? Jana shëndetësore. Të ndjek? Po, patjetër. Të përshëndes shumë. Mami, të dua shumë, je dashuria ime. Kënga jote është një rrëfim mes marrëdhënies së fëmijës me maman. Çfarë mesazhi kërkon të japësh me këtë këngë? Mesazhi që dua të jap është që të këndojmë jetën tonë. Ti këndojmë jetës tonë edhe gjëra që vërtet i ndjejmë, se vetëm ashtu mendoj se do të kemi sukses. Mendoj. Bëuni gati për surpriza me këngën Një jetë, Iris Sula. Faleminderit. Nga pak koha vodhi nga unë, pak nga pak fëmijëri
krejt pa zhurmë. E mbaj mend, nuk kuptoj asgjë, një portret emrin tënd e kërkoja nga do. Shkoja e vija çdo ditë, lotët i merja në kthim, mam ti më jep bekim, sa pak s'qaste ai takim. Shkoja e vija çdo ditë, bota më shëmbej në sy. Gjundat e kun, a I tik-tak në mur që nuk e s'te kur e vogël jam për ty Ti më rritë shpejt, rrogull ti më sjell, mrekullit I pres, ende pres. Mbaj mend, nuk kuptoj asgjë, një portret emrin tënd e kërkoja nga do. Shkoja e vija çdo ditë, lotët I merja në kthim, mam ti më jep bekim, sa pak s'qaste ai takim. Shkoja e vija çdo ditë, bota më shëmbej në sy. Shumë faleminderit. Faleminderit. Iris Sula me këngën Një jetë. Gjeni. Faleminderit për emocionet. Faleminderit qyre. Kjo ishte balada e vetme për bigët e kësaj jave, sepse dy këngët e radhës do të na ndezin gjakun ballkanas dhe temperamentin mesdhetar. Që nga viti 2021, kur ishte vetëm 17 vjeç, ai nuk ndaloi së besuarit e kënga magjike. Vit pas viti erdhi duke sjell një version të ri të vetes dhe sot më në fund vjen në versionin Big Artist Eleonora. Ku je mor Big? Ha? Më në fund në kategorinë Big. Elio, më mirë ti jesh I vogli mamas apo princi I kaltër I asaj? Më mirë I vogli mamas. Po sikur ajo të vinte dhe të thoshe, shiko, ne do jetojmë bashk, por unë dua mbi emrin tim, po jo tëndin. Si do ishte reagimi yt? S'ka nga këto. Si s'ka. Jemi pak me traditën, jemi pak nga musqarit, duam. Që do mbajmë emrin tim. Do mbi emrin tënd, se s'bën. Po, se s'bën. Po sikur atë mos pranojnë, për kaq do ziheshit ju? Kaq. Kështu kemi traditën, kaq mjafton. Për një fjalë, për një gjë. Baron. Shikon, në këngën tënde ti thua tak fak. Si u zhduke për një natë? Çi bëre që u mërzi? As vet nuk e di. U zhduk donte të kthej prap. Tak fak. Po, ti e pranove? Edhe jemi edhe s'jemi. Tani ti gjithmonë ke ardhur me balada. Madje balada zemre. Sot do kërcejnë të gjithë sape mbyll syt pra tak fak. Zgjodha këtë vit kam dashur të luaj sigurt me pak fjalë. Në kategorinë një artist jem në ato ujërat e mia të këndojnë materiale që unë I kam shumë për zemër dhe e ndjej veten më komfort,
Ndërsa këtë radhë, duke shfrytzuar dhe statusin pik, thashtë të sjell diçka më ndryshe. Diçka më ritmike, kështu që Ka ardhur si kantautor? si kantautor. Tekst, muzikë, orkestrim. Gjithçka, tek fak, nga Eleonora. Ti më shfaqesh iluzion, zemra mendjen e qorton, si t'ja bëj se kam të lehtë. Koka bën, koka pëson, për një fjalë çdo gjë mbaron, goja para mendjes flet. Aty nuk jam më njësoj, as thua gjithçka mbaroj. Tak fak, si u shtuke për një nat, tak fak, si të më kishe zënë ma, tak fak, e ndërron ti mendjen prap, tak fak. Tak fak, si u shtuke për një nat, tak fak, si të më kishe zënë ma, tak fak, e ndërron ti mendjen prap, tak fak. Një tjetër ma thuj, t'vërtetën jo, si unë s'të do. Si sot dhe nesër ta ndjej, mungesën jo, mos shko, mos shko. Aty nuk jam më njësoj, as thua gjithçka mbaroj. Tak fak, si u shtuke për një nat, tak fak, si të më kishe zënë ma, tak fak, e ndërron ti mendjen prap, tak fak. Tak fak, si u shtuke për një nat, tak fak, si të më kishe zënë ma, tak fak, e ndërron ti mendjen prap, tak fak. Eleonora me këngën Tak Fak, që bëri të kërcej gjithë publikun. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Artiste e fundit Big është njëri si më vete për tregun muzikor shqiptar, jo vetëm prej zërit, por sepse secila këngë e saj ashtu si një kameleon, ka një ngjyrë ndryshe nga tjetra. Në kënga magjike 2024, ajo vendosi një standard të ri në kategorinë New Artist, ku vlerësua me çmimin Best New Artist. Lore! Wow! Gjithmonë me çuditëra, me surpriza. Fantastike. Një vit më parë për ty yjet u ndezën lart, por nuk të kam pyetur asnjëherë. Si të priti familja pasi fitove çmimin? Unë i mora në telefon, me njëherë mbasi dole backstage, me kop në dorë, dhe vetëm kur dëgjoj një bam, i kishte rënë telefonin nga dora, totalisht. Super të emocionuar. Për çfarë i lutesh yjeve ti? Që gjithmonë të bëj gjërat që dua në jetë. Gjithmonë të bëj këtë që bëj. E të merrem me muzikë, e të merrem me art. Të merrem me muzikë, të merrem me art. Po punët e zemrës ç'thon? Janë në proces edhe punët e zemrës. Si projektet edhe ato. Por asnjëherë nuk e lë zemrën të shkret. Gjithmonë të zënë. Të zënë. Me ndjenja, me tekste. Është e rëndësishme. Shiko,
Nga yjet që u ndezën lart vitin e kaluar, tani do të kemi një tjetër atmosferë totalisht. Dhe kënga titullohet Amanet. Lore! Faleminderit. Amanet në të vorna, mos mi prish të ndra. Jam me mirë, më boj lojnë, ojna qef si dojnë. A e le, a ti come te. A e le, a che me vete mia. Nasce gelosona, hai mali t'karvun, oj na qef s'pushojna. A e le, a ti come te. A e le, a che me vete via. Lore me këngën Amanet. Shumë faleminderit. Faleminderit ty, faleminderit për atmosferën që na solle. Faleminderit. Lore, ishte energjia Big Artist nga 3 artistë që sapo kanë bërë pjesë në të. Ju ftoj të bëni follow në Instagram, Kënga Magjike Official, gjithashtu në faqen zyrtare në internet, këngamagjike.com, ju do të shuani kurreshtin tuaj me artistët e javës së ardhshme, më parë se kushdo tjetër. Dhe ndërkohë mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar, por kujdes, votohet vetëm një herë nga një pajisje elektronike dhe votimi zgjat gjatë gjithë javës. Sipas formulës jubilare, Lore, Iris dhe Elio do të jenë antar të jurisë së bashku me Enkel Demi dhe Jonida Maliqi dhe jo vetëm. Antarët misterioze të jurisë në çdo moment janë duke mbajtur shënime. Bëhemi gati për kategorinë New Artist, por pas sugjerimeve se ku duhet të drejtojmë jetën tonë. Publicitet. Jemi në kategorinë New Artist në javën e 6 dhe falenderoj të gjithë ndjekësit super aktiv të faqes Instagramin Kënga Magjike Official, të cilët mezi presin të rejat më të fundit. Dhe e reja më e fundit është se partnerja ime Ana sot është pa qefër smur dhe në pamundësi për të qenë këtë javë menduam një alternativ tjetër. Rastësia e solli që të 6 artistet e reja sot jenë vajza dhe të 6 do të jenë partneret e mia në prezantim. E para quhet Mari Doro. Hello! Ju përshëndes dhe mirë si u gjej. Kur hypa në avion për të ardhur nga Norvegjia këtu, kjo ishte gjëja më e fundit që mund të mendoja. Ndodh. Ndodh.
Unë kam lindur në Greqi, më pas jetuam disa vite këtu në Shqipëri me familjen dhe prej 10 vitesh jetojmë tani në Norvegji. Por lidhjet me Shqipërinë kanë qenë të vazhdueshme, besoj, apo jo? Po, çdo vit edhe më të forta. Shikoj shpesh televizionin shqiptar dhe kënga magjike këto 3 vitet e fundit u bë pjesë e ëndrrës sime. Por në fakt ëndra ime u tejkalua me këtë moment që mund vërtet ta quaj të veçantë. Ndaj dhe hashtagu ynë është Be Magic. Magjia vjen edhe aty ku nuk e pret dhe besoj se jemi gati të fillojmë spektaklin, apo jo? Po unë e di që njëherë prezantoj Juria, por me që unë kam konflikt interesi që të jemi edhe fair. A mu ta prezantoni ju? Pa tjetër, po ne jemi partner dhe me ju, me mu drejto me ti. Do përpiqem. Ta shoj. Atëherë prezantoj jurinë magjike për sot. I pari ka kaluar një kalvar të gjatë në një artist, derisa këtë vit vjen si big. Eleonora! Në vitin 2006, ajo e këndoi Forcës së Vajzave dhe jam i sigurt që sot do t'i bashkohet Forcës së 6 vajzave ndrimtare, duke i dhënë secilës kurajo, Jonida Maliqi. Përshëndetje. Ai ka rrëmbyer të 5 jeshilet në të gjitha profesionet që ka, ndaj çdo vlerësimi i tij është suksesi. Enkel Devi. Artistja Big ishte në moshën tënde, kur në këtë skenë rrëmbeu çmimin e madh të Mam po ti. Dhe vitin e kaluar Big, këtë vit edhe në poltronën e juris. Iris Sula. Historia kalon ndër breza dhe është gjithmonë një iri që shënon historinë e radhës. Në vitin 2024 ajo shënoi historinë e saj ku fitoi çmimin Best New Artist. Lore! Por unë kam një pyetje. Urdhëro. Kur do të zbulohen personazhet misterios të juris për javën e 10? Ja të takohemi me to. Përshëndetje! Përshëndetje! Si po shkon aty poshtë, çdo gjë në rregull është? Okej. Si e parashikoni sot situatën? Mirë. Me pikpyetje. Okej. Unë kam mbajtur shënim ardit dhe në fakt jam shumë i qartë deri tani për se si po ecën situata, por meqense mikeshat e mia javën e kaluar vendosën që të shfaqen me zë dhe unë jo, më lejoni sot të përshëndes dhe unë me zë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Blerta. Blerta? Blerta për... Jo Blerta, jo E di, po do mbetemi misterios, për ndaj tash Blerta, se nuk ka Blerta në jurinë tonë misteriose. Po tjetër aty kush është? Ndërsa unë sado që u përpoqja ta ruaj anonimatin tim, vetëm nga duart javën e parë dhe pak më vonë nga zëri, të paktën për artistët, unë mbetem një zbulim që në sekondën e parë. Më vjen keq ju zhgënjeva në këtë drejtim. Po s'ka problem. Okej. Unë falenderoj antarin tjetër të jurisë që maskoj zërin aq bukur. Por kam përshtypjen që ti me Kelin me Jonidën si ke marrëdhëniet? Me thënë të drejtën, unë e prisja një telefonat për e tyre, se që t'jeme sinqert kemi kaluar goxha kohë aty bashko. Hiq. Prisje telefonat për nesh, po unë bezi po presa të përballjen ton në netët finale e dashur. Se është ndryshe ta shikosh këtu dhe ndryshe atje ku jeti të regjia me 30 kamera. Zonja Kozeta Duri. Unë vazhdoj t'jem Kozeta Kurti, po me Unas Duri. Me Unas Duri dhe me që zbuluan kartat e misterit për një nga antarët e juris që na e zbuloi Jonida. Kozeta, pse nuk vjen sipër që të vlerësosh këtu? Me shumë kënaqësi, unë nuk e kam për herë të parë, por nëse Keldemi për shembull do ishte Gentili që unë njoh, edhe do ma lironte vendin për sot, edhe mund të kisha ardhur. Jo, se punoj me honorare. Shiko, Elio është shumë djalë Gentili, i cili mund t'i bëjë një vend Irisit dhe ulen bashk. Jeni okay? Patjetër. Atëre, faleminderit, mund të shkoni. Dhe ka gjithmonë vend për vlerësimin e Kozeta Kurti Durit në jurin ton. Ta marrë si komand që të ngjitem me vrap. Sigurisht të presim me shumë dashuri. Eja Kozeta, eja. Ndërkohë që Kozeta vjen sipër dhe sistemojemi me kufjet me ndryshimet që me sa duket do të na shoqërojnë gjatë gjithë puntatës sot, Mari prezanton këngën e parë që do të thotë veten e saj. Mua më pëlqejnë shumë zhanra muzikore të ndryshme. Dëgjoj rock, pop, muzikë alternativ, po sidomos muzikë elektronike. Luaj gjithashtu disa instrumente muzikore, siç është kitarja, basi, piano dhe bateria, por mbi të gjitha më pëlqen të kërcej dhe të këndoj.
Kam kënduar në disa koncerte të ndryshme në Norvegji, por edhe kam mbajtur workshopet e mia hip-hopi dhe dans modern. Kënga ime titullohet Gamer dhe ju ftoj në një lojë ku niveli i fundit do të zbulojë nëse është një win apo një game over. Dhe përpara se të këndojmë Maridoro, presi me një duar trokitje Kozeta Kurti. Mirë mbroma. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Ja ku e ke vendin aty. Mirë se erdhe. Po kam marrë shumë malli për të gjithë, po prytë ty më shumë akoma. Faleminderit. Faleminderit Kozet. Vendosim kufjet dhe bëhemi gati, marrim edhe skaletën bukur për këngët dhe ka ardhur momenti të dëgjojmë këngën e parë me titull Gamer. Maridoro. Yes. Faleminderit. Counter-Strike. Është edhe pjesë e koreografisë vet. Hey, hey, zemër, ti nuk e a zemër. Hey, hey, zemër, terrorist pa emër. Je njoftur pa emër. Je njoftur pa emër. Terrorist pa zemër, luam veç për emër. Terrorist pa zemër, luam veç për emër. Hey, hey, gamer, ti nuk e a zemër. Ti e veç një gamer, një tëm time. Një jetë kam s'poj gabime. Taking fire, friendly fire. Ti s'ma merë do të prish në zemrën time. Bravo! Game over, game over, game over, game over, game over, game over. The Camera Company. Enemy spotted. Affirmative. Bravo! Enemy down. Ti e veç një gamer. Se bret do zemrën time. Faleminderit. Urdhëro se filluam me këmbë të mbar. 5 jeshile për Maridoro. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kozeta ishe e para me jeshilen tënde. Ti ke një super kontroll në performancë, nuk e di. Faleminderit shumë. Edhe nuk e di nëse e keni parasysh kur ne themi se kjo kënga të çon diku, se ka carimin e shenca të kaluarës etj etj.
Nuk ishte asnjëri në shenjë të kaluarës. Shumë e bukur, bravo. Faleminderit shumë. Keli, pse shikoni çuditur kozetët? Shtypje shile, sigurisht atje lart, ja bën kështu. Çmendit. Ishte e para. Në asnjë moment nuk kam thënë që nuk jam dakord me ju. Unë kam thënë nuk jam dakord 100% me ju. Jonida? Atëherë, erdhe shumë avantgard, plot pushtet, vetëm ki pak autokontroll. Sidomos në ato notat lartë. Pse? Sepse ti je perfeksioniste. Bravo të qoftë. Faleminderit shumë. Po, po ishte performanca e zakonshme, nuk e di kush ta ka bërë, por na futet brenda një video game-i dhe ky është qëllimi, sepse më në fund erdhi një gocë që na përcolli gjithë energjinë dhe emocionet e moshës vet. Kush ta ka bërë performancën? Ke bërë vetë gjithë? Albinako. Ah, Albinako koreografon. Edhe ana vizuale ishte fantastike. Në Let Wall ishte një kryevepër. Lore. Mua më vjen era popstar. Shumë e mirë dhe po e bëj dhe unë gjujtën time për ty, jo vetëm Jeshila, u super kënaqja, më duk vetja si në koncert. Shumë e mirë. Faleminderit. Po ju të dy? Faleminderit. Wow, çfarë energjie. Ishte shumë e mirë. Bravo për performancën edhe për të gjithë qenë. Faleminderit. Shumë suksese, vibe shumë i lezet që mua më ka kthyer pas në atë kohën kur lozim Counter Strike. E vetmja gjë që do doja ndoshta më bezdisi pak, nëse kënga do ishte shumë pak më e shkurtër. Ndoshta nga fundi po filloi po bëj pak boring, por gjithsesi ishte vërtet shumë bukur. Nuk e di ku e peti boring. Jo, do të atë ishte nuk po kuptove. Boring nuk është kjo. Jo, absolutisht. Ndoshta ishte pak më e shkurtër kënga. Faleminderit, Mari, faleminderit, sukses. Ndërkohë nuk e di nëse e vut re, po ndërkohë që po lexoheshim, partneri im e dytë vetëm lexonte tekstin dhe ishte në akt. Rije qetë, sa vjeç je? Atëherë, unë jam 17 vjeç, me sa duket më e vogla sot, por shpresoj që zhurmë më ta bëj të madhe. Kënga që kam shkruar e kompozuar flet për një aspekt filozofik të jetës, të kuptimit të jetës, e cila titullohet Ëndër. Agnes Çobo, quhet partnerja ime dhe që tani do të jetë një artist për jurin, vetëm 17 vjeç dhe për herë të parë vjen si kantautore. Sukses. Tani po vjen gara e po bëhet shumë e fortë. Si do ja bëj kjo kozeta duri. Dhe shitha të plak që me sjell ti vjen në sytë e mi shfaq atë që nuk ka më vler. Sa bukur harqet. Shfaq atë që ti kur nuk e pret. Lim një diell, një varg, një këngë, një ide bardhësi. Si uragan më le pas ëndër në ditët e errta, më merr më lundron në ftohtësi mes tujës që nuk po mbaroj.
Jam I dyzuar. Edhe unë. Fjalët peshoj më shumë në këtë botë ëndër. Më sukther si urakan me lepas. Më duket këngë shumë e ndjerë, shumë e sinqert. Kur do filloj kënga? Mbet fillin por ti e kthen, ti vjen në sytë e mi shfaq atë që unë Mua më përcolli emocion. Edhe mua. Faleminderit. Agnes, realizuam një ëndër të bukur. Edhe ti kalon fazën e parë me 4 jeshile dhe 1 të kuqe. Kelly. Përjetova një emocion të jashtëzakonshëm. Nuk e di qatë vetën ndërmend, nuk arrit ta kuptoj, por duhet t'jesh ti duhet t'jesh nga ato gocat që hap shumë punë atyre të shtëpisë. E vërtet? Jo. Joni duhet kesh pyetje, duhet bësh pyetje të vështira. Edhe mua më erdhi gjithçka kaq fluide, kaq organike, kaq e pastër. Erdhi pak në klasicizëm, por shumë rinarsh. Shumë faleminderit. Bravo. Çifti U emocionova vërtet. Kishe një thjeshtësi, një klas. Vërtet na emocionove, e depërtove thellë emocionin në shpirtin tim. Faleminderit. Dhe mua më pëlqeu shumë me emocionoj, timbri vajzës shumë I veçantë. Bravo, shumë emocion I gjallë. Lore. Shumëri me një interpretim super intim, mu tuk sikur të njëja, e dallova që ishte pena jote personale, pavarësisht se nuk të njoh. Shumë e bukur. Shumë faleminderit. Kemi dhe një të kuqe. Kemi hudhrën. Që personalisht kam një koment për këngën e cila është e bukur, por lineare në shijet e mia personale. Dhe nga moment në moment, po, mendoja me vete, po kënga kur fillon, se poezia ishte aty që në çastet e para. Shumë faleminderit. Faleminderit Agnes, urime. Hashtagu I vitit kaluar Music is the answer frymëzoi shumë artistë të rinj të besojnë në magjinë e festivalit. Në Kënga Magjike 2025 janë plot 10 new artist pjesëmarrës nga edicioni I kaluar. Dhe një prej tyre jam edhe unë. Nuk di se sa mund t'ju kujtohem, sepse me të vërtet e kalova fazën e parë, por juria nuk më pranoi për të prekur netët finale në pallatin e koncerteve. Kisha dyshim të vi, të mos vi. Por thash pse jo. Pse të pres akoma? Ndaj dhe titulli I këngës time është Pres. Wendy me këngën Pres. Sa emocione ka. Ëndra më e bukur ishe ti. Jam unë ajo që të presi fli. Se ku jeti jo nuk e di. Si të gjej, ma thuaj ti. Edhe kur s'jam me ty, edhe kur ende qaj, emrin të nda ty e shkrova. Zemrën me lote laj, s'të kisha as një faj, për ty më jo nuk vlej, dashni nuk po ta ktej.
histori jo nuk vlen më. As pike do më kesh, me ty jo nuk do qesh. Ka pak pasiguri. Fati yt nuk isha Se më gjanë me Neda Tarifën. Me kë? Me Neda Tarifën. Ti vetëm ti e po iki larga ti dashuria Është stili muzikor. e ti unë e ti edhe kur s'jam me ty edhe kur e ndeqaj emrin të ndaj e shkrova zemrën me lotë e laj s'të kisha as një faj për ty më jo nuk flej dashni nuk po ta kthej e nëse ty s'të vret asgjë kjo histori jo nuk vlen më as pikës do më kesh me ty jo nuk do qesh Sa bukur pek vokalet. Dashni nuk po ta kthej e nëse ty s'të vret asgjë kjo histori jo nuk vlen më Çfarë të thuash për këtë këngën? Më la të lash. Qa ke, mo, qa ke? Këtë këngën më la të lash. Je ju. Wendy, kalon fazën e parë. Faleminderit. Kemi 3 Shtypni jeshile. ndonjë gjë, moj. Nuk ka rëndësi, dy të tjerat më mirë mos i shtypni fare se nuk na interesojnë. Për sa kohë që kënga ka përfunduar dhe duhet të shtypni kur gjithmonë, duhet ta shtypni përpara se të mbaroj kënga gjithmonë, domethënë. Nuk ka asnjë problem. Sidoqoftë jep mendimin tënd. Po, u sigurova që është jeshile. U sigurova që kalon. Pse? Kënga nuk mendoj që është si veshja jote, ka që bukur. Ajo që të rri më së miri. Jonida bën Mendoj që është për kështu. Bën jo. Pse Joni? Sepse vajza duke që e ndjente kaq shumë këngën, edhe e përcolle kaq bukur. Faleminderit. Plot emocion. Madje unë e kuptova që në fillim që ti po druheshe shumë, por pastaj ja more dorën, ishte brenda gjithë qenies tënde. Ndërkohë Kozeta e mendon ndryshe. Bie dakord me mendimin e Jonidës që ka lexuar druajtjen e saj në fillim të këngës, për të njëjtën arsye unë shtyp të kuqe në këtë fazë të garës që ne jemi. Mungesa e drojes ose menaxhimi i emocioneve është pa diskutim një pik plus në paketën e Pallatit Kongreseve. Kelly? Kemi përballë një këngëtare shumë të mirë, një këngëtare potente, një këngëtare që ka një prezencë skenike të jashtëzakonshme. Më sjell ndërmend Neda Tarifën, nuk e di pse. Por ndoshta mund bie dakord deri diku me Loren për punën e këngës, por mendoj që çdo gjë që vesh ti gocë mirë e ke, edhe në muzikë. Dhe ndryshe nga Lore dhe ndryshe nga Kelly, mua kënga më pëlqeu shumë. Tash i s'pëlqeu kënga. Okej. Faktikisht mua më pëlqeu shumë produksioni i këngës, ishte shumë i lezetshëm me ato këngë. Ndoshta teksti ishte naiv deri diku dhe i stërdëgjuar, por tërësia e gjithë performancës dhe vokali i vajzës ishin shumë mirë. Dhe Iris? Mua më pëlqeu performanca dhe kënga, sikur e mbaj mend. Që tani, me një herë të dëgjuar. Kështu që urime. Falenderoj shumë gjithëve. Faleminderit Wendy, faleminderit Urime. Kalendari netve finale po afrohet, ku së shpejti do takojmë në Pallatin e Koncerteve në datën 19, 20 dhe 22 nëntor. Aty ku energjia Big dhe New Artist do t'jetë një e vetme. Artistët e kualifikuar do t'kalojnë edhe një herë përpara jurisë në javën e 10 dhe kujdes. Vetëm 14 prej tyre do të kenë mundësi të prekin magjinë e Pallatit Koncerteve, ndërsa deri tani fazën e parë kanë kaluar 23 artistë, duke kujtuar që kanë mbetur ende pa u dëgjuar edhe 21 të tjerë.
Tani është momenti për pak vëmendje për bashkëpunëtorët tanë dhe në rastin konkret, jam i sigurt që juria do të kënaqet nga dhuratat që do ju ofroj publicitet. Jemi rikthyer në skenën e artistëve të rinj ku 3 këngëtarët e fundit mezi po presin t'ju takojnë dhe partnerja ime radhës është një shkodrane dok, një artiste e re me emrin Ester Qëndro. Ardit në fakt mu kishte ba ma shumë qefi në qose do më quqe si vajza e shpis. Po ti, Sepse për mu është një eksperiencë e paharueshme, mam po ti. Më rrita dhe në finale dhe kjo më dha kurajo që të visat këtu dhe të sjell një mesazh. Kënga ime titullohet Dua dritën dhe flet për një vajzë që ka hub në vetmi dhe që po kërkon dritë. Kushdo që ndihet i humbur apo e humbur, le të besoj tek drita hynore dhe do gjej veten dhe rrugën. Dua dritën, Ester Qëndro. Sa shumë pas kam dasht, tu e ndjek vetmin, tu e ndjek vetmin. Sa shumë unë e pas kam dasht, vetmin. Tu mbyll veten nga dal, çdo çfarë sira të marr, forës jo nuk kam, kjo që si pa frymua tu mla. Jo s'duroj ma, nuk po muj me duru ma. Jo s'ma man kjo mendje ma, jo s'ma man kjo zemër ma, tu da. Unë du dritën me pa, veç du dritën me pa. Sa keq unë e pas kam lan, vetëm mbyllur ku vetëm rrie pret, të mbyllur ku vetëm rrie pret, Sa keq unë e pas kam lan, a thuj kam dërtu unë hijet vet, a thuj kam afru unë hijet vet. Tu pa dritën nga dal, vetën ti me ndor unë tu e marr, e fort unë jam, jetën ti me ndor unë vetë kam. Çdo po duket. Okej, po duhet ta gjej edhe pak të vendos. Nuk po muj me duru ma. Jo s'ma man kjo mendje ma, jo s'ma man kjo zemër ma, du dal. Unë du dritën me pa. Bravo! Nuk e duk të vetmi, më të djesi. Jo, shtaj, këngëtare, jo, Këtë vetmi, Keni! E për jashile? Hajde, shtype jashile. Unë du dritën me pa, veç du dritën me pa. Nuk më ndal kjo mendje ma, frik nga vetja nuk kam ma. Ester me këngën Dua dritën, 5 jeshile sa i lumtur jam. Po sa bukur sot,
Më duket se na duhet të bëjmë një festival kënga magjike vetëm me të rinj, se unë nuk di. Janë kaq të mirë, vërtet. Jam krenar për ty, ndërkohë, Keli, e pash që u fascinove. Jashtë zakonshme, do nuk e di, do nga mam po ti, deri këtu, do më Ester ti ke bërë një. Faleminderit. Por, kjo është i këngë e shkruajtur shumë mirë, nuk e di kush ta ka shkruajtur, në urime, kushdo që ta ketë bërë. Pastaj për aftësitë vokale do flasi Jonida, se ajo merr vesh shumë më tepër se unë. Por u thyn xhamat e klanit, do të pagush faturën kur dalësh. Jonid? Me qënë se ishim të vokali, një vokal fantastik, bravo, një bravo e madhe. Edhe për ndjesin që më përqove, mund tem që ishte ndër rastet e ralla ku mishi im u bë mornica, dhe mendoj që kjo tem nuk përfaqëson vetëm moshën tënde. Kush mësohet me vetmin, i kupton të gjitha ato skutat e errta që ti tregove në këtë këngë. Shumë faleminderit. Kozet? Unë kam pasur rastin të jem një herë në këtë studio si pjesë e jurisë së Mam Po Ti dhe më kujtohet që kam thënë këngëtarët e Mam Po Ti do duhet të dëgjoj me këngët e tyre që krijojnë kujtimet e tyre, ndryshe nga kujtimet e këngëve të njohura që ne dim. Nuk di të them, na tregove një histori me muzikë, me performancë dhe në mënyrë të veçantë ajo që mungon. Sado këngëtar të mirë kemi, nuk e gjejmë gjithmonë transmetimin e emocionit. Shumë faleminderit që jeni nga magjike. Lore? Edhe mua më emocionove shumë, fabula ishte shumë e bukur, edhe më ke prekur, u fiksova një moment me tekstin, edhe u futa shumë në gjendje, realisht, shumë urime. Shumë faleminderit. Dhe ju? Sa mirë që të rishohe, Ester. Ju keni qenë bashkë në Mam Po Ti, po? Kanë qenë në finale bashkë dhe si vjen jeta. Nuk dua të përsëris komentet që u thanë, çdo gjë vlen, shumë urime edhe i ke merituar të gjitha. Shumë faleminderit. Elio, kam përshtypjen që ishe pak i pavendosur apo jo? Jo, po prisja deri në fund nuk ishte të bënte me këtë gjë. Çfarë po prisje? Po prisja më shumë shpeshherë ndja ndonjë pasiguri vokale dhe prisja të shpërthimin, sidomos tek ndoshta pak, ndoshta pak tek është mirë ti të dëgjoja deri në fund këngën, është mirë. E kishim mundësinë që mund ta dëgjoja deri në fund këngën, më pëlqeu shumë teksti. Goca interpretoi vërtet mirë, kështu që bravo. S'ka gjë, jam mbushëm mendjen. S'ka gjë, ja dolo. Okej. Ester urime. Shumë faleminderit. Atëherë, pas 4 partnereve që i dhanë një aromë ndryshe puntatës së sotme, e pesta vjen me disa spaleta dhe quhet Sabina Dona. Nuk më pëlqen të flas për veten dhe kur rastisi që edhe duhet të prezantoja, por spaletat e mia shumë modeste fillojnë me studimet për kanto, tek mësuesia dhe deri tek netët e live-it. Po çfarë ndodhi në jetën tënde që eksperiencën personale e solli në këngë? Besoj nuk jam e vetmja, dashuria toksike më preku edhe mua dhe në fund e gjeta forcën që t'ja dal dhe të mos kthehem më pas. Dhe prezantoj këngën me titullin Alo. Alo, Sabina Dona. Dhe me dashuri toksike. Ju vajzat keni nga këto gjëra, ne djemë kemi gjitha isoj. U bë. Nëse nuk më mani zërin, jam unë. Të lutem, nëse telefonin, ti mund të më thuash jam të mirë. Alo, vetëm një kartë të më marë. Alo. Thuja një unë poj, nga zemra jote aty ku mbeta vet. Thuja një leta di, se ku po të shmandi veç unë i bona vend. Kriza dashurie, në trup më lije, brënda me e mbete hije. Pyë buzët ato thonë së du, a vjen me i marë, ti këtë lota mi mërë zemër, nuk jam ajo, që dhe këti e humba vetën, unë do t'i falë, lote dhe fjallë me ty nuk gjaj,
që të këti e humba vetën, unë do t'i fal, lote dhe fjal me ty nuk gjaj. Ka pasiguri. Ka pasiguri Do është edhe emocionet, ka shumë emocion. Alo, 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 po të flet vet mia. Alo, si një ujë kafshove buzët e mia. Aro, në pasqyrë betohem, më nuk po të shton. Kriza, kriza dashurie, në trup më lije, brenda me e mbet e hije. Pyet buzët ato thonë s'të du. A vjen me i marë, ti këtë lota mi mërë zemër, nuk jam ajo që të këti e humba vetën, unë do t'i fal, lote dhe fjal me ty nuk gjaj. Ka shumë emocione dhe nuk arrin të na emocionet. Ti këtë lota mi mërë zemër, nuk jam ajo që të këti e humba vetën. Alo, 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 po të flet vet mia. Alo, 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 po të flet vet mia, të flet vet mia. Sabina, mbetet gjithë shka në dorën tuaj, kalon Sabina. Me kolli busqeshje. Jonida, do të të dëgjoja duetin Jonida Kelly. Jonida ka pas njëtin hall me mu, po prisja Jonidën do shtypte. Jo, nuk kisha hall, jo. E para një super vokal njerë që në mënyrë absolute nuk meriton të kuqe. Shumë faleminderit. Për materialin muzikor mund të kem dyshime, por gjithsesi fal interpretimit tënd erdhi emocioni tek unë. Shumë faleminderit. Kozeta? Ndaj eksaktësisht të njëjtin mendim me Jonidën, por Jonida zgjedh të justifikoj ponën e saj, unë zgjedh të justifikoj jon time. Dhe mua më duk në pjesën më të madhe të rasteve sikur ishin disa këngë të pambaruara brenda, nuk e kuptova nga fillimi deri në fund zhanrin, gjinin. Dhe kështu, jemi njësoj. Thjesht kemi zgjedhur të justifikojmë butonat tanë. Lore? Edhe unë jam me gocat, lidhur me këngën, ndaj të njëjtin mendim, po e di vokalisht e shkëlqyer shumë murime. Ndonjëherë preferoj edhe të rrshqise diku, po të kishe më shumë shpirt, më emocion, po ndoshta është e kënga. Ndërkohë ju, Iris? Unë ndaj të njëjtin mendim me Lore, në fakt nuk më erdhi shumë emocioni. Vokali patjetër është gjë tjetër, ke një super vokal, po nuk arritet të më emocionosh. Pastaj kur erdhi puna që duhet të vendosnim, nuk mundnim të... Jo, është shumë e mirë. Shumë faleminderit. Unë po prisja një refren që nuk erdhi kur, me thënë të drejtën. Kjo më shumë u dyzova për këtë gjë, strofat ishin të bukura, vokali vajzë shumë i bukur, kjo gjë na dyzoi, po kurse si nuk mund ta digjnim për të kaluar për këtë fazë. Kelly? Kemi përballë një këngëtare për e vërtetë, kemi përballë një këngëtare shumë të mirë. Problemi është se kjo këngë kishte muzikën në kursim. Dhe kam frikë se dashuria toksike të ka dëmtu tek pjesa muzikore, domethënë dhe dukej si një lloj sikur po nëmje nga fillimi deri në fund këtë toksicitetin që të kanë dhënë ai që nuk dua ta nëm dhe unë, po që ka bërë shumë gabim që pas ka mërzit ty. Sabin, faleminderit. Ishte Sabina. Dhe jam me partnerën e fundit që besoj të gjithë e njihni, është Lule Margarita Magjike Luna Qausholli. Ardit, të them të vërtetën, vitin e kaluar, kjo sken më ka dhënë magji dhe kam shiuar për një vit të tërë. Mezi
po mezi e kam pritur këtë edicion dhe çfarë fati do kisha që në përfjetorin e 25 të këngës magjike të fitoja një status të ri. Kujtoj që vitin e kaluar Luna fitoi statusin për të votuar dhe për të votuar. Kështu që në qoftë se ndodhe njëta gjë dhe këtë vit, Luna bëhet big. Është një rrugtim që mendoj se është i duhuri për të kuptuar se nuk është e lehtë, jo vetëm në skenë, por edhe në jetët tona të përditshme. Dhe tani, nëse më lejoni, preferoj të ndroj rolin e prezantueses me atë të këngëtares, kështu që ju propozoj këngën Drita brenda teje. Luna Qausholli. Sa e bukur kjo kitara. Edhe Luna e bukur është në të drejtë. Luna Kokrajulli, që sa e bukur është bërë. Gjithë ajo gocë. Është rritur. Më thua se jam si ti, por zemra njësojre, po çdo lëkure ka ngjyrë që shpirti nje. Në sytë që hapen, rimbyllur një histori, pse prej saj ndarja të jesh ti. Shikon në sytë e të largur e tjen, të gjitha muret pa që bëj me veten, ta bëjmë të një ndrit, të dy në ndjejmë një së. Sa teksi bukur. Lidhim duar dhe zemra dhe drita le ndriçoj, të ndriçoj. Hajshë një zemër nuk kanë gjërë kure, a e ndje një shpirë kur vuan e s'ka shpres. Mos e kthe kokën, mos mbyll syt kur she, se çdo herë që heshtim ne s'jemi më ne s'jemi më ne. Shikon në sytë e të largur e tjen, të gjitha muret pa që bëj me veten, ta bëjmë të një ndrit, të dy në ndjejmë njësoj dhe të ndriçoj. Të ndriçoj. Të jetojmë ne pa urrejtje, dje dritën brenda teje. Le të jetojmë ne pa urrejtje, dje dritën brenda teje. Le të jetojmë ne pa urrejtje, dje dritën brenda teje. Le të jetojmë ne pa urrejtje, dje dritën e të ndriçoj. Shumë e shijova këtë. Rallora me të drejtën. Faleminderit nga zemra. Luna Qausholli, 5 jeshile me drita brenda teje. Më shumë dritë se ka, s'ka ku shkon. S'ka jo. Do ta filloj nga Lore. Më pëlqeu shumë mesazhi për te interpretimit tënd, pastaj që është gjithmonë unik. Faleminderit shumë. Faleminderit nga zemra. Iris dhe Elios. Erdhi kështu si një ëndër, më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Shumë pozitive, teksti shumë i bukur, padyshim dhe interpretimi i Lunës. E përgëzoj.
Faleminderit shumë. Elio? Performancë për Allora, dua të them, mua më shijoi shumë emocione biles. Harrova shtypja dhe e shilen, më tundi një herë i risi më tha shtypja shilen se s'po e kisha më mendje. Luna perfekte në këndim, shumë suksesa. Faleminderit shumë. Jonid? E dashur, ti ke kaq personalitet, ke individualitet. S'ke nevoj as të të shosh, ti dëgjohesh edhe reflekton kaq bukur dritën tënde, me këtë këngë sa nuk ka. Faleminderit që na çove në një tjetër dimension. Faleminderit juve. Kozet? Unë mendoj që ti e ke kaluar këtë fazë shumë kohë përpara dhe Luna është për mua një nga shembujt kryesor të gjitha këngëve që kam ndjekur në këtë edicion deri më tani, që ja pra nuk është e nevojshme shtrirje gjigande vokale, orkestracione të jashtëzakonshme me orkestra simfonike etj, por nga gjërat e thjeshta të bëra me dashuri dhe transmetuara me emocion dhe me pozitivitet është ky rezultati që ti ke sot përballë nesh dhe jam e sigurt edhe përballë publikut që na ndjek në ekran. Faleminderit shumë. Keli! Ardit do të them një gjë që ka lidhje me ty, jo me Lunën. Vjet për një arsye nuk dihet pse, unë isha në festivalin e Radio Televizionit Shqiptar. Dhe sa herë bënim provat, kur mbaronim provat, mblidheshin 10 këngëtar me Lunën mes që këndonim Lule Margarita. Dhe këtë magjinë e kishim quar në atë festivalin tjetër. Kjo do të thotë që sot ti vjen me një tjetër këngë të magjishme, po që është krejt ndryshe nga Lula Margarita. Është vërtet. Dhe fundi pastaj i këngës është një surprizë shumë e madhe, domethënë është një këngë shumë unë do ta luaj nesër radio para Kozetës. Urime Luna, faleminderit. Faleminderit juve shumë. Faleminderit. Dhe me qënë se keli përmëndi festivalin e Radio Televizionit Shqiptar, vërtet festivali në shmagjik, por ne magjinë e parë kemi marrë nga ai festival, për cilin unë ruaj kujtimet ndër më të bukurat e jetës time. Lidhemi pak me forcën misterioze tek regjia dhe pyes se çfarë mendimi ka për 3 këngët përsëri të kualifikuara. Mendoj që nga këngët që sot të prezantuan, unë do kisha kaluar vetëm njërën. Dhe në fakt mendova që Kozeta do kishte qenë pak më objektive në gjykimin e saj, pak më rrep. Dhe pretendova në fakt që duke qenë aty prezent më shumë se 3 ose 4 këngëtarë, nëse nuk gaboj, pretendova që të paktën nga ana teknike sot të kishim një gjykim shumë të saktë. Teknikisht stonaturat janë të papranueshme, sidomos për një artist që pretendojmë ta çojmë në fazën. Nuk e di se si shkon audio te regjia se këtu me sa kam dëgjuar unë nuk ishte oscilacione të forta sa ti ta penalizosh një material muzikor. Megjithatë, të pres këtu. Mendoj që kënga magjike ka të bëjë me shumë komponent, jo vetëm me këngën, ka të bëjë me këndimin, ka të bëjë me prezencën skenike, ka të bëjë me shumë detaje që e bëjnë magjinë e një dalje në skenë dhe në një festival kaq të rëndësishëm. Unë e gjeta kush është këngëtar kjo. E the këngëtare. Këngëtare është po mos. E gjeta. Mos. Është Lulieta. Eksakt. Elsa thot. Okej, jemi në fund dhe unë ju lë takim javën e ardhshme, dhe sa herë që jemi bashkë, ne jemi mirë, dhe për aq kohë që sa kemi magji brenda vetes, le ta ndajmë me këdo. Miru takofshim dhe javë të mbar, miru pafshim.